Partia Demokratike ndoqi sot me shqetësimin më të madh skenat e dhunës shtazore të urdhëruar nga Edi Rama dhe Tauland Balla ndaj protestuesve paqësor që kishin rrethuar parlamentin. Me urdhër të Edi Ramës, sot narkopolicia përdori lëndë toksike, gaz lotësjelës të skaduar, përdori spraj ariu, lëndë piroteknike, topat e ujtë, zvarritjen, përgjakjen e protestuesve paqësor me një gërsi të papërmbajtur. Partia Demokratike deklaron se me këto akte Edi Rama dhe organizata e tij kriminale shpërfaqi para shqiptarëve moralin dhe fytyrën e tyre kriminale të vërtetë. Dëshmojnë se janë të aftë dhe të gatshëm të nërmarin çdo krim dhe çdo akt për të mbrojtur karrigën e tyre. Me dhjetra protestues u morën forcërisht dhe me dhunë për të transferuar në qelit e komisariateve. Edhe një herë, kërkojmë lirimin e menjëhershëm të gjithë të ndaluarve protestues paqësor që po protestonin në përputhje me të drejtën e tyre kushtetuese dhe Konventin Europiane të Drejtave të Njeriut. Dënoj me forcën më të madhe dhunën e egër të ushtruar ndaj tyre dhe u bëjmë thirrje qytetarëve shqiptar të bashkohen, të solidarizohen, të mbështesin me të gjithë potencialet e tyre suksesin e pandalshëm të lëvizjes rinore qytetare më të fuqishme që ka njohur vendi nga vitet 90.